që kjo ka më shkuat të 3 atë ecën. I ka djekë krejt. Ti, Gjermania, kom thonë. Ku është Gjermania? Nuk është të përpora. Jemi, kom që me po në finale. Dallën qevi mundësia. Jo, e kënë nxesha me emra një torë, që ky i mirë. Mos janë virës, mos janë një torë të mirë. Po të mirë vëllë Na jemi kimi një torë të mirë. Dëshira kone jemi me shku Gjermania në finale. Madje me morë edhe finale 5-0 me fitu. Madje që tu kom thonë dje. Që tu kom thonë dje. Unë e mbroj këmëtore që kom Që tu kom thonë dje dhe kom më mëshdoja. Një sulmus të Halland. Mundet me ta mujtë një këmëtore vetë. Se është super sulmus. Brazili nuk ka një torë si Hallandi. Nuk ka. Kush po thot që ka? Qysh? Kush për që s'ka hupi? Na vetë sa thamë, nuk e ka një sulmus. Që një faktorëve kryesor që të thonë në Norvegjia fiton. Cili? Nuk ka Brazili si Hallandi, nuk ka litor. Po se ka asnjë. As ka sikur Anglia që ka kinin. Pa kontore kanë si Hallandi. Ta më nënsh nuk kanë. Ta më nënsh nuk kanë. Jo, përsa e ka të gjata, bia në dibarë, i gjatë, nuk e ka asnjë. Hallandi me qitë grup. Norvegjis që ka. Po thot pamje fizikën. Hallandi me qitë grup që ka, unë e kum di që Brazil kom i bu probleme dhe Hallandi kom e dhonë gol. E kum di. Faruk. Po që s'bon Brazili kur gjësët, unë e më që ditë. Parë që shtë se favorizu te ki shpallës, më së thëmë shpallë, po e ki favorizu, jetu e favorizu Spanjën, që po ashtu nuk ka një sulmus pyk që i kena thona. Sponja me Brazilin, loja Sponjës, me Brazilin është si kur nota me ditë. Okej, devesh, asa ta nuk ka një sulmus. Po nuk e kam Brazilin lojën e Sponjës, se Sponja pa sulmus, hiq me tim me top gol. Hiq pa sulmus, hiq me top gol. Vesh kur të pash 5 vetë në gol me gjithë top. Këta s'mujnin. Këta s'kan litorë cilësit Sponjës Brazili. Nuk e koni. Pedri nuk i ka plët litorë tjërë. Loja Sponjës dalën me Brazili. Apo kupton? Nuk ka dalë gjyshe. S'ka do në me marë krasime që Brazilin edhe Sponjën për bolin e tjetërës. E kanë të resën, e kanë sulmus të bek. Të resën që këtë të i O, marë Zaval është një prej sulmus e kryesor që nuk ta mund sulmus. Në fund do dalim që ka rëndësi shumë lojtarët që ke, trajneri zgjedhjet që i bën, sepse Haaland ti thua që Haaland nuk është për të vrapuar, qëndron atje përpara dhe bën gola. Në anën tjetër, një sulmues race si puna e Kane na tregon që kthehet te zona dhe ndeshkan. Me një Spanjë që nuk ka gaz këta, asnjëri nga këto dy shkon luan me lojtarë që të futën, këtu del faktikisht edhe përgjegjësia e trajnerit. Shumë është vërtet. Edhe sepse futbolli është sport ekipor dhe nuk mund t'ja faturojmë suksesin apo mos suksesin një. Edhe në menim, edhe një analizë që bën dikush, nuk do të thonë që është e saktë, secili ka mendimin e vet. Unë nuk bazohem në mendim kërkujna, unë më pas mendim tjetër, dikush mendim tjetër. Ka dikush që po bazohet mendim dikujt tjetër? Jo, është tash ka. Jo, rëndësishme është që ndrosh sa më afër realitetit. Amo realiteti është e curia e kombëtarës norvegjisë deri tash, nuk të lën me kuptuar me kon çash më nën lërsu në Norvegji. Spanjë Norvegji, çu sheshe? Spanjë Norvegji? Ballafaqohen. 2 ose 3-0 për Spanjën.